po për ata 10 miliona amerikanë që e kanë votuar Trumpin pikërisht me premtimin për të mos hapur asnjë luftë, po për të mbyllur luftrat që ishin në vazhdim. Unë nuk jam qytetar amerikan dhe nuk kam votuar, por besoj që i kuptoj ata që e kanë besuar Trumpin në fushatën zgjedhore, sepse Trumpi në mandatin e tij të parë, për hir të vërtetës, nuk hapi asnjë konflikt të ri. Mundua të mbyllte ata që ishin hapur prej të tjerëve, kështu që me të drejtë shumë kush priste që rikthimi i Trumpit në Shtëpinë e Bardhë të ishte paqe për gjithë botën. Ka disa javë që Trump ka zhvendosur në qendrimet e tij, ka një afrim me Netanyahu, ndaj cilit ishte kritik në ditët e para të tij në presidencë, dhe tani po flet jo vetëm për mbështetje të hapur ndaj Izraelit dhe për koordinim të shërbimeve të inteligjencës, të shërbimeve satelitore, pra për ndihmë logjistike ndaj sulmeve të Izraelit kundër Iranit, por po lë të hapur mundësinë që Shtetet e Bashkuara të përfshihen zyrtarisht në një konflikt që do të ishte praktikisht shpallje e luftës. Unë nuk mund ta them me siguri se kjo do të ndodhë, unë vetëm shpresoj dhe uroj që kjo të mos ndodhë. Zoti Çipi, po çfarë do të arrinte SHPA me këtë, sepse regjimi nuk besoj se mundet të bjerë pa ndërhyrje toksore, por me ndërhyrje me bombardime mundet që zemrën pra malin fort në Teheran, nëse 6 kilometra larg Teheranit, ku janë futur centrifugat, ta çmontoj apo për çfarë? Shiko, të paktën në këto ditët e fundit, Trumpi ngjan shumë George Bushit përpara luftës së Irakut. Dhe më vjen shumë keq që e them këtë, si përkrahas i hapur i tij. Në luftën e Irakut u pretendua që kishte dyshime të arsyeshme të bazuara në prova të shërbimeve sekrete se Iraku kishte armë shkatrimit të masë. Në fakt akuzën e kishte bërë i pari Netanyahu. Dhe ishte Netanyahu ai që kërkonte me insistim, fliste përpara Kongresit Amerikan dhe thoshte, nëse rrëzohet Saddam Husseini, unë ju garantoj juve, thoshte, se do të ketë pasoja pozitive për gjithë rajonin. E pam që armë të shkatrimit në masë nuk kishte, njerëzit si Scott Ritter që paralajmëruan qysh atëherë që nuk ka armë të shkatrimit në masë, dhe ky është një pretekst i rrem për të na futur në luftë, u anashkaluan, paguan edhe çmime personale, vdiqën 500.000 apo 1 milion njerëz, në shifra e saktë nuk dihet, në Irak, dhe nuk pati jo vetëm përmirësim të situatës, po pati përkeqësim të situatës. Filmi po përsëritet tani është sërish Netanyahu, që kërkon ndryshimin e regjimit në Iran, sërish Netanyahu që shpif në emër të shërbimeve sekrete izraelite, duke thënë se Irani po prodhon armë bërthamore dhe po kërcënon gjithë rajonin, gjë që nuk është e vërtetë, sepse Tulsi Gabbard ka folur në cilësinë e saj si shefe e shërbimeve sekrete të Shteteve të Bashkuara, pra Departamentit të Inteligjencës Kombëtare, dhe ka thënë që komuniteti i inteligjencës, që do të thotë të gjitha agjencitë, janë rreth 12 agjencish sekrete në Amerikë, konfirmojnë se Irani nuk po prodhon armë bërthamore dhe se Ayatollahu Khamenei nuk e ka rikthyer urdhrin e tij për këtë program, të cilin e kishte pezulluar në vitin 2003. Pra, kjo është thjesht një pretekst i rrem. Qëllimi është lufta si qëllim në vetvete dhe as ndryshimi i regjimit, as përmirësimi, aq më pak instalimi i demokracisë në Iran. Elita që e kërkon luftën, kompleksi industrial ushtarak, elita financiare që është pas tij dhe që fiton nga çdo konflikt, do luftë sepse kështu fiton më shumë para, kështu destabilizon më shumë Amerikën dhe të gjithë botën. Kështu do të ketë një lumë të madh të pafund refugjatësh që do të ikin nga Irani, do të vinë në Europë, nuk do të shkojnë as në Izrael, as në Shtetet e Bashkuara. Dhe çdo lëvizje të drejtimit shërben në një globale, qeverinë globale, digitalizimin e jetëve tona dhe kontrollin digital të jetëve tona. Pra kjo luftë është e kontrolluar. Patjetër që është luftë e kërkuar nga elita dhe po e ekzekutojnë Netanyahu dhe Trump. Fatkeqësisht Trump në këtë moment është për krah Netanyahu. Uroj që kjo të mos zgjasë. Kur thoni uroj që mos të zgjas, mund të mbyllet shpejt apo mund të kemi ndoshta variantin e Ukrainës që mund të vazhdojë?